kënaqësi që po takohemi sot në Teatrin Kombëtar të Kosovës. Unë pas kam marrë malli mos më jorajt. Sot jemi në momentin, ceremoninë e ndarjes së çmimeve vjetore në fushën e teatrit, por kjo ditë ka dhe simbolikën e vet, dita botërore e teatrit, prandaj shfrytëzoj nga rasti që në emër të Ministrisë së Kulturës, por në emrin tim personal, të shpreh falënderimin ton të sinqert për të gjithë ata që kontribuojnë dhe mbajnë të gjallë artin dramatik, teatrin, dhe i shërbejnë qytetarëve, i shërbejnë publikut artdashës, pra të gjithë, edhe ata që shihen në skenë, edhe ata që shpesh nuk shihen në skenë, e shpesh nuk shihen as jashtë skenës, por janë pjesë esenciale e asaj çfarë sheh publiku këtu. Faleminderit gjithëve për punën, për kushtimin, angazhimin, sakrificën, vetmohimin që e bëni për ditë, jo vetëm kur ndodhin shfaqjet, sepse është momenti që kulmon gjithçka, por sidomos për pjesën që i paraprin shfaqjes, e që shpesh ka shumë sfida, nga kushtet e punës deri në telashet e tjera, po përkundër atyne, me shumë përkushtim, ju i shërbeni skenës, teatrit dhe publikut. Falënderim i sinqert në emër të Ministrisë Kulturës dhe në emrin tim personal. Juria e cila i ka shqyrtuar nominimet për çmimet vjetore për teatr, në përbërjen Alban Beciraj, kryetar, dhe antar Aurita Agushi, Agon Miftari, Blerta Sylla Surroji dhe Gjevdet Doda, kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, jo të lehtë, gjithsesi objektive, profesionale, dhe tash në emër të jurisë e ftoj aktoren Aurita Agushi që të vjen këtu të bëjë shpalljen e më të mirëve të teatrit, pra t'i shpalli laureatët dhe t'i lexojmë motivacionet përkatëse në emër të jurisë profesionale. Aurita. Të ngujuar në privatësinë e tyre frymëzuese. Në një botë ekzistencash të robotizuara brenda një sistemi totalitar kontrolli dhe shtypje në të gjithë spektrin e jetës. Është i shqetësuar teatri për shkatërimin ekologjik, ngrohjen globale, humbje masive të biodiversitetit, ndotjen e oqeaneve, shkrirjen e apunajave, shtimin e zjarreve në pyje dhe ndodhit ekstreme të motit. A mund të bëhet teatri një pjesë aktive e ekosistemit? Teatri ka qenë dëshmitar i ndikimit të njeriut në planet për shumë vite, por po has në vështirësi të përballet me këtë problem. A është i shqetësuar teatri për gjendjen njerëzore teksa po merr trajtën në shekullin 21, ku qytetari manipulohet nga interesat politike dhe ekonomike, rrjetet mediatike dhe kompanitë opinionformuese. Kur rrjetet sociale, sado që e lehtësojnë komunikimin, janë pashtu alibi e madhe për komunikim, sepse ofrojnë largësinë e nevojshme të sigurisë nga tjetri. Një ndjenje për hapur frikën nga tjetri, nga i ndryshmi, nga i huaj, dominon mendjet dhe veprimet tona. A mund të funksionojë teatri si një punëtori për bashkëjetesën e dallimeve, pa marrë në konsiderat traumën e përgjakur? Trauma e përgjakur na fton të rikrijojmë mitin. Dhe në fjalët e Heiner Müller, miti është një agregat, një makinë në të cilën gjithmonë mund të lidhen makinat e reja ndryshimi. Ato transmetojnë energji, shpejtësia në rritje e cilave bën të shpërthej fushën kulturore. Unë do të shtoja edhe fushën e barbarisë. Mund të hedhin dritë reflektorët e teatrit mbi traumën sociale e të ndalojnë së hedhurit dritë orientuese mbi vetveten. Pyetje që nuk lejojnë përgjigje përfundimtare, sepse teatri ekziston dhe i mbijeton kohës fal pyetjeve të papërgjithshme dhe të papërgjigjura. Pyetje të nxitura nga Dionisi, që kalojnë përmes vendlinjes së tij, orkestrës së teatrit antik, dhe duke vazhduar udhëtimin e heshtur prej refugjati përmes peizazheve të luftës sot në ditën botërore të teatrit. Le të shikojmë në sytë e Dionisit,
përëndisë eskaluese dhe egzaltuese të teatrit dhe mitit, i cili bashkon të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen. Fëmia i dy lindjeve nga Zeusi dhe Semela, shprehes i identiteteve fluide, femër e mashkull, zemrak e dashamirës, hynore shtazor, në kufirin me shmendurisë dhe arsyes, rendit dhe kaosit. Një akrobat në vijen kufitare midis jetës dhe vdekjes. Dionisi shton një pyetje themeltare, ontologjike. Për çfarë bën fjalë e gjithë kjo? Një pyetje që e shtyen krijuesin drejt një ulumtimi gjithnjë e me të thellë në rrënjët e mitit dhe dimensioneve të shumta të enigmës njerëzore. Neve na duhen rrugë të reja rrëfimi që synojnë të kultivojnë kujtesën dhe të formsojnë një përgjegjësi të re morale e politike për të dalë nga diktatura shumë formshme e mesjetës së sotme. Ky është mesazhi i shkruar nga Theodoris Terzopoulos, regjisor teatri, edukator, autor, themelues dhe drejtor i kompanisë teatrore Atis, frymëzuesi i Olimpiadës teatrore dhe kryesues i Komitetit Ndërkombëtar të Olimpiadës teatrore për ditën botërore të teatrit në emër të Institutit Ndërkombëtar të Teatrit. Unë jam Gushtim Sheremeti dhe këtë mesazh e lexova në emër të gjithëve në Teatrin Kombëtar të Kosovës. Ndarja e çmimeve vjetore për teatr 2024, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Në bazë të vendimit të ministrit zoti Hajrullah Qeku me numër 253, fraksion 2025 të datës 22/01/2025 dhe sipas dispozitave të rregullores me numër 2890 fraksion 2014 për ndarjen e çmimeve vjetore për teatr, juria vlerësuese e përbërë prej 5 anëtarëve vlerësoi propozimet në kategoritë e caktuara si vija. Çmimi kombëtar për vepër jetësore në fushën e teatrit për vitin 2024, Sanka Ferri për skenografën më mirë. Faleminderit të gjithëve për këtë vlerësim të jashtëzakonshëm. Jam shumë e nderuar që e kam fituar këtë çmim. E nderuar jam se shokët e mi, po mendoj kolegët e mi më kanë vlerësuar për punën time shumë vjeçare dhe kontributin tem që e kam dhënë në fushën e kostumografisë. Çmimi kombëtar për shfaqjen më të mirë në fushën e teatrit për vitin 2024 i ndahet Teatrit Kombëtar të Kosovës me shfaqjen Martesa. Faleminderit shumë juris për vlerësimin. Jemi shumë të lumtur që pavarësisht rrethanave në cilat punojmë, pavarësisht që jemi ardhur në një hapësirë si amfiteatri Teatri Kombëtar të Kosovës këto 2 vitet e fundit, me kushte shumë të vështira, është viti i dytë me radhë që po prodhojmë këtu dhe po fitojmë çmimin më transition që është shfaqja më e mirë, çmimi kombëtar për shfaqje më të mirë. Çmimi kombëtar për regjin më të mirë në fushën e teatrit për vitin 2024, Erson Zymberi me shfaqjen Djali. Faleminderit shumë. Kuxhatar, faleminderit shumë juris për vlerësimin dhe gjithë atyne që kanë bënë një punë shumë të mirë për na që na me vepruni shfaqje të tillë. Kur them gjithë atyne, natyrisht nuk kuptoj aktorët e shfaqjes, të cilët e kanë bënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Falenderoj po ashtu edhe prodhuesin ose produksionin organizatën Anomar, projekti i cilës është mbështetur për Ministrisë së Kulturës me një shumë minimaliste, pra shfaqja është bërë me 5.000 euro. Që kjo ka qenë një dashni jashtëzakonisht të madhe këtë ekipit që kemi punu, edhe po më gëzon ky fakt që me një shumë të vogël të një projekti të tillë jemi vlerësuar me një çmim që konsideroj që është shumë i rëndësishëm edhe për mua si regjisor në karrierën time artistike, por natyrisht edhe për ekipin e shfaqjes edhe flet shumë për mënyrën se si po bëhet teatri sot në Kosovë. Çmimi kombëtar për aktorën më të mirë në fushën e teatrit për vitin 2024 i ndahet aktorit Shëtim Selmani. Çmimi kombëtar për prezantim të suksesshëm ndërkombëtar në fushën e teatrit për vitin 2024 i ndahet Qendra Multimedia. Faleminderit shumë.
nuk kam shumë me shtu prej asaj që e kam thonë vjetë, sot një vit, pikrisht për këtë çmim, përpos që kemi mendu që bota do të shkojë duke u hapur, e luftrat edhe gjithçka po ndodh sot në botë po na tregon që realisht bota po shkon duke u mbyll, muret po ndërtohen ndërmjet njerëzve, edhe të këmbgullesh, të komunikosh me njerëz nga gjithë bota përmes teatrit në këto rrethana, kalon për te një akti të thjesht promovimi dhe bëhet akt rezistence ndaj këtyre mureve që po ndërtohen. Kështu që kjo është rezistenca jonë, komunikojmë me publikun, me njerëzit, gjithka në përbot ku kemi mundësi me komuniku me shfaqjet tona, tentojmë që edhe shfaqjet edhe skenën teatrore të Kosovës ta promovojmë ndërkombëtarisht. Faleminderit shtetit tonë për këtë njohje e cila na motivon që ta vazhdojmë këtë mision. Faleminderit jurisë për vlerësimin. Në njëjtën kohë nuk mundem pa i falenderu një ekip tepër të vogël, e përmendi shpëtimi pak të qendrës multimedia, secili prej tyre punon sa 4 njerëz në mënyrë që gjithë kjo punë që e përmendi Aurita në raportin e vet, por edhe ato që e përmendi shpëtimin të realizohet. Flaka, Bujar, Adem, Jan, Arbresha, Marivona, Nikolasi, Blerta, Jeton, Bernardi, këta janë njerëzit të cilët bashkë me mu punojnë ditë e natë për me shty përpara këtë mision. Njëkohësisht për shfrytëzoj rastin dhe tregu që nuk po ndalemi edhe këmbguljen tonë për të komunikuar me sa më shumë njerëz në përbotë dhe për të çrrënjos këtë ndarje do ta vazhdojmë. Aktorin e vitit Shpëtim Selmani. Regjisorin Erson Zylveri. Teatri Kombëtar, shfaqja Martesa. Edhe çmimi kombëtar për vepër jetësore në fushën e teatrit për vitin 2024, Sanka Ferri. Atë pse jam unë e ma e vogla, më të vogla. Jo, që dyja të edhe kjo dhe e. Me të ngjashëm. Shumë. Kush i shau? Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.